Informaliteti në sektorin e turizmit po kthehet në shqetësim për biznesin lokal në Gjirokastër, për sa i përket cilësisë dhe standardeve të shërbimit për vizitorët. Shoqata e hotelierëve apelon se një numër i konsiderueshëm aktivitetesh, kryesisht të turizmit familjar, nuk pajisen me dokumentacionin përkatës, duke qenë problematik për sa i përket cilësisë që ofrojnë për turistët. Një shërbim i pa regjistruar, i pa formalizuar, nuk ka asnjë lloj përgjegjësie në shërbimin e turistit. Është njësoj sikur ne t'i japim klient një taksie të pa licencuar dhe nuk mban përgjegjësi vetëm taksia, po mbajmë ne dhe ne përgjegjësi që kemi dhënë klient një taksie të pa licencuar. Për çfarëdo gjë që mund të ndodhi. E njëjta gjë ndodh edhe me guest house-et, të cilat numërojnë mbi 450-500 në këto vite, janë rritur ndjeshëm, përveç se është një konkurrencë pa drejtë, është një dëmtim i nivelit cilësor të shërbimit, si dhe nga ana tjetër është një e ardhur e munguar e ndjeshme në buxhetin e shtetit. Ndërsa në qytetin e Gjirokastrës kemi një rritje të vizitueshmërisë nga turistët, duhet të merren masa për shmangjen e kësaj problematike, pohon kreu i shoqatës së hotelierëve në Gjirokastër Gentian Bineri. Turizmi është një mundësi e mirë për të gjithë dhe kuptohet të gjithë duhet të përfitojmë, jo vetëm bizneset, por edhe komuniteti. Por kur vjen dhe rëndohet shumë situata, duke ushtuar guest house-et e pa formalizuara në mënyrë shqetësuese, këtu shteti duhet të ndërhyjë. 10 në mars të vitit 2025 në fletorin zyrtare është vendosur tatimi në Burrim. Por, me sa duket, nuk ka pas asnjë lloj ndikimi, sepse ndoshta nuk është marrë asnjë mas për zbatimin e këtij vendimi që është marrë vjet. Sipas të dhënave, në Gjirokastër operojnë mbi 500 guest house, ku pjesa më e madhe e tyre të pa regjistruara në instancat përkatëse.